drejtues i Koalicionit Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës. Përshëndetje dhe mirë se vini, pastor. Kënaqësi. Mirë se vini. Kënaqësi është e gjitha ime. Ritakohemi së bashku për të folur praktikisht për të njëjtën çështje, po trajtuar në një dimension tjetër tani, ose në përpjekjen e radhës për të kaluar sërish në kuvend, sepse kujtoj që ka pasur përpjekje vazhdimisht, të cilat ju i keni ndalur kur ka qenë ende paraqitja në komisionet parlamentare. Pra kanë fjalën për nismë më të fundit që është paraqitur si projekt ligji i barazisë gjinore. Ka pasur debate më së shumti mediatike përgjatë këtyre ditëve, ju keni reaguar, të tjerë përfaqësues Koalicionit Pro Familjes, ka pasur dje edhe një debat në kuvend mes zotit Luciano Boçi dhe ministrit për parlamentin Toni Gogu lidhur me këtë çështje, po duket se ka një ngutje për ta kaluar në fakt këtë projekt ligj nga ana e mazhorancës. Pse do doja unë së pari? Dhe pse jeni ju të shqetësuar? Ju falenderoj shumë për parashtresën që bët edhe pyetjen. Në thelb, kjo ngutje është një spekulim i madh, është një falsifikim i së vërtetës. Pra luhet shumë me idenë që ky projekt ligj mbi ta shqyrtuar në barazi gjinore është një nga kërkesat kryesore për hapjen e kapitujve të ri për vijuar progres raportin dhe për të bërë ato hapa të mëtejshme drejt Bashkimit Evropian. Por që në analizën tonë të punës, ne kemi këshyrur me shumë kujdes që janë vetëm 3 vende në Bashkimin Evropian që njohin këtë projekt ligj, pra gjininë e shumë fisht, gjininë e ndërthurur, si koncept, pra janë 3 vende, Gjermania, Malta dhe Republika e Irlandës, ose Irlanda si republik, të cilat e njohin këtë projekt ligj, pra nuk njohin vetëm përkatësinë e gjinive binare, siç ne njohim gjinin mashkull dhe femër, që e përftojmë nga lindja, por njohin dhe një shumësi të tërë gjinish. Janë vetëm 3 vende në Bashkimin Evropian, ndërsa 24 vendet e tjera, përfshi Britaninë e Madhe, Francën, Italinë dhe gjithë vendet e tjera, njohin si referim përkatësinë binare gjinore, që është gjinia mashkull dhe femër. E gjithë historia për sa i takon idesë së këtij projekt ligji që është emetuar në titullin projekt ligj për barazinë gjinore, nuk ka lidhje fare me barazinë gjinore, sikundër ne e presupozojmë ndërsa e dëgjojmë në moment të parë. Jam i bindur që jo vetëm deputet të së djathës, pra të opozitës, por edhe deputet që janë në majorancë, pra deputetët e së majtës, madje edhe antarët e qeverisë, nuk e njohin se çfarë skandali i vërtet është propozuar prej tyre nga Ministria e Shëndetësisë në këtë rast për të kaluar në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Po sipas saj bie që nuk e kanë, po patjetër, kalojmë tani, po sipas saj logjike bie që dhe të majtët të cilët e kanë kaluar prej disa kohësh këtë,